U rikthyem të dashur shikues dhe tani është koha për me informu për parashikimin e motit dhe për kushtet atmosferike që do të mbizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, rajon dhe më gjerë. Të shohim se çfarë temperatura kemi në vendin tonë, ku gjatë ditës së sotme do të kemi një mot të vranët, mirë por në disa zona do të ketë edhe intervale diellore që do të jenë prezente. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbaj Prishtina me 2 gradë Celsius, gjithashtu e kemi edhe Mitrovicën, Gjilanin, Ferizajën dhe Gjakovën me 3 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme e mban Mitrovica, Prishtina, Gjilani, Ferizaj, Prizreni dhe Gjakova me 18 gradë Celsius, vetëm Pejën e kemi me 17 gradë Celsius sa i përket ditës së sotme. Po vazhdojmë në ditën e nesërme, ku nesër parashihet që të kemi një mot të vranët dhe me prezencë të rresheve të shiut në disa prej qyteteve. Temperaturën minimale për ditën e nesërme e mban Prishtina me 3 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për nesër do ta mbaj Prishtina, Gjilani, Mitrovica, gjithashtu edhe Gjakova me 18 gradë Celsius. Po kalojmë tani në Shqipëri, ku edhe atje gjatë ditës së sotme në disa zona kemi një mot të vranët, kurse në disa zona tjera kemi prezencë të rrezeve diellore. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbaj Korça me 2 gradë Celsius, gjithashtu e kemi edhe Kuksin me 5 gradë Celsius sa i përket ditës së sotme, ndërkaq temperaturën maksimale do ta mbajnë Burreli, Tirana, Elbasani, gjithashtu e kemi edhe Beratin dhe Gjirokastrën me 20 gradë Celsius. Po kalojmë edhe në ditën e nesërme, ku nesër do të kemi përkatësim të kushteve atmosferike, duke pasur në shumicën e zonave prezencë të rresheve të shiut, gjithashtu kemi edhe vranësira të dukshme në të gjitha zonat. Temperaturën minimale për ditën e nesërme e mban Korça me 3 gradë Celsius, gjithashtu e kemi edhe Kuksin me 6 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen për ditën e nesërme do ta mbaj Elbasani dhe Burreli me 18 gradë Celsius, pastaj kemi vendet e tjera me 17 gradë Celsius, me 16 dhe në temperaturën më të ulët e mban Shkodra me 13 gradë Celsius sa i përket ditës së nesërme. Po vazhdojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku edhe atje kemi një situatë ngjashme sikurse në vendin tonë. Gjatë ditës së sotme kemi një mot të vranë, do të ketë edhe intervale diellore të herpasershme që do të shfaqen në disa prej zonave. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbaj Struga me 2 gradë Celsius, gjithashtu e kemi edhe Kumanovën me 3 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme e mban Shkupi me 20 gradë Celsius, gjithashtu e kemi edhe Kumanovën me 19 gradë Celsius. Po vazhdojmë në ditën e nesërme, ku nesër pothuajse në të gjitha qytetet do të kemi prezencë të rresheve të shiut. Temperaturën minimale do ta mbaj Struga me 3 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale e mban përsëri Shkupi me 20 gradë Celsius, gjithashtu edhe Kumanovën e kemi me 19 gradë Celsius, pra temperaturat për këto 2 ditë do të jenë të njëjta. Po vazhdojmë tani edhe në Evropë dhe po e shohim se si kemi temperaturat atje. Kemi një mot stabil në pothuajse të gjitha qytetet. Temperaturën minimale për ditën e sotme e mban Oslo me 2 gradë Celsius, e kemi gjithashtu pastaj edhe Moskën me 3 gradë Celsius, Varshavën me 4, Berlinin me 4, edhe Zagrebin gjithashtu e kemi me 4 gradë Celsius. Ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme do ta mbaj Athina, gjithashtu edhe Podgorica me 20 gradë Celsius. Po kalojmë edhe në ditën e nesërme, ku pak a shumë gjatë ditës së nesërme do të jetë një situatë e ngjashme në kontinent, ku temperaturën minimale për nesër e mban Moska me 1 gradë Celsius, e kemi gjithashtu edhe Oslon me 2, pastaj Vjenën me 3 gradë Celsius, e kështu me radhë, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e nesërme do ta mbaj Athina përsëri së bashku me Vjenën, Beogradin dhe Ulqinin me 18 gradë Celsius, por në fakt e kemi edhe Podgoricën me 20 gradë Celsius sa i përket ditës së nesërme. Kaq sa i përket parashikimit të motit për sot dhe nesër. Faleminderit shumë Jeta për krejt informacionet për sa i përket